Nga etika e besimtarit musliman është me rujt gjuhën shumë, sidomos prej disa termave që i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me që janë bo edhe aktualitet i kohës së sotme, edhe etika e besimtarit musliman është me rujt autoritetin e besimtarve. E para askujt pa pas argumente, fakte bindse, mos me i thonë o kafir, o qafir. Vllazër, na të gjithë jemi mëkatar, të gjithë jemi gjunahçar. Dikush gjunahet e vogla e dikush gjunahet e mëdhaja. Gjunahet e vogla dihet që janë të lehta, gjunahet e mëdhaja nuk e bojnë njeriun kafir. Gjunahçari që bën gjunahet e mëdhaja është mëkatar, është fasik. Pra gjunahçar i madh. Ama nuk mundemi na tash pse shohim dikon të pi alkol me i thon qafir. Runa zot. E shohim dikon të vjedh me i thon qafir. E shohim dikon të pi pije narkotike qafir. E shohim dikon të bëj diçka tjetër qafir. Vjen koha e zgjedhjeve, sikur tash jemi në prag të zgjedhjeve, fushata elektorale, po garon se cili për me hyj atje në parlament, është e drejtë e jotja, mos me dalë në votime. Ama absolutisht nuk është e drejtë e jotja me i qujt njerëzit qafira. Sepse për me etiketu dikon me këtë emër të randë, do të më mbledh njerëz. Do të më mbledh njerëz që i din dispozitat e fesë, edhe që i shqyrtojnë çështjet e fesë, e pastaj nëse kërkohet prej tyne, ata çka e dhonë një gjykim. Ama nuk na takon neve edhe xhamatit ton me u marr me këto etiketime. Se zakonisht njerëzit e mençur, njerëzit e ditur, i ikun kësaj teme, përveç se kur është patjetër e arsyeshme apo nevojshme me fol e diskutojnë. Ndërsa na do të me pas kujdes, kur i shohim njerëzit në gabime apo në gjunahe, se krejt jemi gjunahçar, jo për një gjuna njerën me qitë pej feje runa zot. Se kafir nuk ka diçka e lehtë, qafir me i thonë njeriut nuk ka diçka punë që kalohet lehtësisht. Kafir do me thonë një njeri që e ka të haram xhenetin, një njeri që është në xhenem, nuk është dikun tjetër. Ku pe dim rëna? Ku pe dim na? Ku e ka vendin? Andaj e ruajnë për kësaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Nëse njeriu i thot vllaut të tij o kafir, atëherë që ky kufri ka me rrok njënin prej këtyne dyve. Nëse që ati që i thu ti kafir nuk është, atëherë të kthehet ti e kafir. Pse pe rrezikon veten më vëlla? Ku pe di më në imanin e tina, besimin e tina? Për një gabim, apo për një lëshim, apo për një gjuna që e bën, me njëherë me qitë pe i feja. A i s'po donë me donë pe i feja. A i po donë me nejtë fejnë Allah. Edhe me gjunahet e tina, jo një, po nështë 2, 3, 10. A i pra po donë me nejtë në fejnë Allah. A i pra po thët, e adhuroj një zot, dhe s'ka tjetër përveç ti që meriton të adhurohet. A i pra po thët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i Allahut. A i pra po thët se Kurani është hak, xheneti është hak, xhenemi është hak, dita e gjykimit është hak. Krejt me i beson këto. Andaj me pas kujdes, me rujt gjuhën. Transmetimin tjetër, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që i thot vllaut të tij jo besimtar apo kafir, atëherë ai çka e ka rreziku apo ai e ka shëlluar njënin prej atyre dyve. Ja ata, ja veten e vet. Pra ti që i themi, nëse është në rregull, e nëse s'është, atëherë këta që i thojnë, këta janë vetë kafira runa zot.